ndryshojnë. Janë 3 segmente mjaft të rrezikshme që mund të cenohen nga tregtia spekulative në Kosovë. E para është çmimi i pakontrolluar i naftës, e dyta çmimi i pakontrolluar apo ngritja e çmimit në mënyrë të pakontrolluar tek materialet ndërtimore dhe e treta tek infrastruktura dhe tek transporti rrugor. Prandaj gjitha këto janë segmente kyçe që forcojnë ekonominë e Kosovës, janë segmente kyçe që ndikojnë në performancën e sektorit privat dhe nëse këto segmente lëshohen në mëshirë të tregtarëve dhe të biznesmenëve, atëherë vërtet ardhmëria do të jetë e zënë. Prandaj nuk duhet të deklarohet se punojnë, por duhet të punojnë. Në këtë drejtim besoj që përveç Inspektoriatit të Tregut duhet të ketë një task force re me shumë aktorë tjerë që të jenë aktiv, sepse një komunë që ka 4000 biznese me një inspektor si mund të kontrollohet, është premtuar gjithmonë që do të ketë trajnime për Inspektoriat të Tregut, do të ketë shtim të numrit, po të gjitha ato kanë me shumë më tepër si premtime në kampanja zgjedhore se sa realitet dhe mungesën e tyre ose eventualisht korruptimin e tyre e pagun qytetari i Kosovës në këtë situatë të inflacionit, në këtë situatë të një krizë sociale dhe definitivisht sot t'i thush dikuj që jetojnë në Kosovë më tepër se 30.000 vetë me afër 2 euro më rreth ditës është diçka që e dëshmon mjerimin që ka kaplu këtë shoqëni, që çuditërisht politika nuk e dikton dhe rezimeja kryesore është fakti që për fat të keq Kosova është ndruar në shtet të varfër të njerëzve të pasur.